Mirëmëngjes, të dashur miq dhe mirë se erdhët në Vila 24, me syze pa hequr, me zë pa rregulluar. Lila, si na nxori kështu. E po mirë, shikoj. Ç'është vërteta edhe syze. Ja kështu, po që të shkojnë. Ashtu, ja kështu se lexon recetat. Syze, mirëmëngjes të dashur Anvisa. Ju uroj si gjithmonë një ditë bukur dhe ju ftoj këtu te këndi Joni Katimi bashkë me Anilën që e kam, shikoni si është. Një yll i vërtet. Si e sot ka, si jeni se ditën? Jam mirë dhe jemi gati neve këtu tani. Gati. Sot do të bëjmë presh, të cilën siç e shikoni, neve kemi vendosur edhe mishin këtu që të na bëhet gati. E kemi sekëruar se gjithmonë na delte ai mishi kështu i pa bërë tamam, por sot e kemi nisur ditën më përpara. Dhe jemi në momentin me njëre fillojmë, do me thënë direkt temi gatimin e parë, duke e nisur me njëherë gatimin me përbërësit. E mira e të mirave hedhim tani qepën, tek mishi që, si që shikoni, sa thekorim të mirë ka marrë, kanë zjerë ato lëngjet ekstraktive, do na e bëj gjellën me presh shumë të mirë. E ka të nevojshme këtë kavërdisje, pjesa e mishit. Dhe që të na dalin këto përveç se qepës, tani jemi në momentin, neve do të shtojmë këto erzat që unë do të përdor për përgatitur këtë recetë. Çfarë kemi aty kat? Kam piper të kuq speci, kam mix erzash, ose një, si thua, një lëng perimesh që mund të bëni ju, diçka tjetër për t'i dhënë një ekstra shije gjellës tuaj, nëse ju ndodhet, mirë. Nëse jo, mundet edhe mos ta hedhni. Gjithashtu këtu kam kripën, kam edhe piperin. Tani e hedhon kripën tek gjella, nuk e hedh tek mishi. Mishin e lë fillimisht ashtu, ndoshta në momentin që është ka vërdisur i shtoj dy kokra krip, po s'ka nevojë, e hedhim të gjitha tani. Hedhim edhe piperin. Një kavërdisje, do me thënë kështu, një përzierje, jo kavërdisje, sepse s'ka nevojë më tani për kavërdisje. Dhe këtu tani do të shtojmë edhe lëngun e domates. Domate pure. Okej. Tani do t'a lëm pak me domate. Gati kumbulla kemi këtu? Po. I duhen... Duhen për recetës. Atere, tani do të temi neve se që do bëjmë sot. Ta vëm këtë përpara që të na... Të vëm drekën përpara, tani bëjmë muhabet. Tani të bëjmë muhabet. Atere, të dashur Anvisa, ne sot do të përgatisim mish me presh, mishin e përzidhni vetë juve, çfarë mishi juve doni, do me thënë, atë që juve një ndodhet në shtëpi, të cilin të neve do t'a bëjmë. Përveç se këtyre që neve hodhëm brënda, do me thënë që kemi dhënë me qepën, kemi shtuar më mbrapa këto erzat, që kemi pasur mix erzash, kemi pas piper të kuq, speci, nuk ka nevojë të shtojmë salsë në momenti që shtojmë këtë domaten e freskët edhe piperin e kuq speci, kemi hedhur krip, kemi hedhur piper. Dhe më mbrapa puren e domates, e lëm tani pak që të reduktohet ajo, do me thënë dhe të marri shijen e domates, dhe do të shtojmë me njëherë preshin. Gjithashtu, këtë recetun mendova sot që ta bëjmë me këto kumblla të thata për t'i dhënë një tjetër shije. Shiko, ka këtë shijen majoshe, preshi është i athët, ky është i ëmbël preshi. Në rast se nuk keni kumblla, do të përdorni një lugë të supës uthull, që të rregulloni, do me thënë, atë shijen e preshit, që të marrë atë shijen e mirë. Por këto kumblla do t'a bëjnë të veçantë. Nëse ju ndodhen, hidhni, aq një 10 kumblla, ndoshta edhe deri në 15, varet edhe nga sasia e preshit që ju do të përdorni. Këto janë, do me thënë, kjo sheqeri pudër që do të më bëhet aty, dhe do të kemi këtu, po, edhe një limon, që këtë limoni do t'a hedhni në momentin e fundit, sepse vërtet i jep një tjetër shije. Tani, ne, në këtë moment, varet dhe tjetër gjë që dua të them këtu, nëse keni mishin, që është, dini që është mishi vogël, edhe zihet shpejt, preshin e hedhim tani, do me thënë, dhe e ka vërdisim. Nëse dim që është, do me thënë, mishi madh dhe ka nevojë të parazihet, do t'i hedhi ujë në mas dhe do t'a lëni një temperaturë të ulët në mesatare që të bëhet gati, pastaj preshin, mirë është ta kaloni në tigan me pak vaj, do me thënë që të marri, si thua, një kavërdisje të lehtë, mos a hidhni kështu, si që është brenda të lëngjet. Nuk merë shije të mirë. Nëse e keni në copëzat vogla dhe e dini që mishi është i vogël, si që kemi neve sot, hidheni preshin direkt, për t'i bërë një kavërdisje para se t'i shtoni ujin. Ne do t'a hedhim direkt edhe preshin, do t'a përzijem një qik, dhe do t'a lëm pak që nga kavërdiset preshi. Pastaj do shtojmë ujin e ngrohtë. Ta lëm pak,
Dhe sa të na bëhet preshi gati, Okej. le të themi dhe recetat e tjera si çfarë do të përgatitim sot. Kalojmë këtej. Atëherë, çfarë do të bëjmë tjetër? Çfarë do Do bëjmë të tjetër? bëjmë brioche me gjalp. Të mbushur, do me thënë, me gjalp. Si pas dëshirës, përveç se gjalpit, juve mund t'i shtoni, mund t'i mbushni me marmalat, mund t'i mbushni me djath. Çfarë mund t'i mbushim tjetër? Me çoko krem. Çoko krem, bravo Anila, se për fëmijët, sepse unë i kam rritur fëmijët tani. Pra, në mënyra të ndryshme, ato që juve ndodhe në shtëpi, por mund t'i bëni edhe vetëm me gjalp. Dhe sigurisht, kur themi me gjalp, do të shikoni mënyrën se si do t'i bëjmë neve. Dhe të shikojmë Do nistim tani me brioshët? se Prit, kemi do t'ja u lënë tregoj një herë. Si themi, kur gatuajmë receta që duan kohë, Kati e nis ditën edhe më herët. Bën një tam Kemi gati. lënë këtu që të na vinë pak, Sa mirë edhe duke. do t'i lëm edhe pak faktikisht që të na vinë. I kam lyer edhe me vezë, do t'i lëm pak akoma. Shumë Edhe mirë. pastaj do madje t'i hedhim edhe një mbulesë që të marrim pak temperaturë më mirë. Shumë mirë. Më pëlqen ideja e brioshëve që mund të jetë Do t'i lëm neve një akoma mëngjes dhe shumë i mirë. Ajo, kaq po thoja, i përgatisim me qumësht, me kafe, me një çaj, me çfarë do me thënë para dite, mbas dite, çfarë të doni, mund t'i nisni fëmijëve në shkollë. Po, përgatisim disa edhe i ruajmë se jo edhe për të nesërmen, për t'i marrë me vete. Kanë tjetër kënaqësi të gjitha recetat, sado që ne i gjejmë të gatshme në treg gjithçka gjejmë sot, ëmbëlsira, ku diun byreqe, brioche etj. Por atë dashurinë që i japim vet kur gatuajmë dhe atë shijen që kanë kur i përgatisim me duart tona në shtëpi, nuk e gjejmë kërkund. Kështu që një pak minuta në kuzhinë, sikur që do të ndjeni edhe më mirë dhe ke vënë edhe kur të dalin gjë gatimet, kur i bën vet se ç'të, i bën një si Kati që i bën publicitet, ka një shije që t'ju them. Kur e kanë shijen që të them, kur se kanë, se kanë. Çfarë do bëjmë tani? Këto brioshët faktikisht nëve çfarë do të bëhet? Më thënë shumë e thjesht për të përgatitur, mund t'i bëni thjesht me ujë, mund t'i bëni duke shtuar gjysmën sësisë, do me thënë të lëngjeve, do me thënë ujë, gjysmë t'a bëni me qumësh, gjysmë t'a bëni të shtoni ujë. Nëse është 320 gram mililitër, për 150, do me thënë gjysë filxhani qumësht. E bën më të butë atë brumin edhe i jep edhe shije. Faktikisht unë ato i kam hedhur qumësht brenda. Kam hedhur, ja shikojmë këtu, kam bajtur nga ky qumshi, ja që mund të kemë hedhur. Po, një filxhan. As fiks filxhanin e plot, edhe pjesën tjetër e kam shtuar në ujë. Pra, i tham dhe për punën e brioshve, le të themi dhe recetën e radhës dhe pastaj fillojmë për të përgatitur, sepse më duhet të shtoj dhe ujë të ngrohtë te pjesa e tenxheres me preshët. Atëherë këtu, prit se kam lënë bukën të më mbështjell, që s'ka nevojë. Ç'do bëj me bukë? Atëherë, me bukë me hudhra. Bukë me hudhra, edhe kemi kunguj të njom. Pra, një recet shumë e thjesht që bëhet me kunguj të njom, bukë, hudhra, uthull, kos, vaj pa tjetër, dhe në fund fare edhe kopër. Dhe kopëra i shkon shumë. E kam në frigorifer, do të nxjerrim dhe kopërën. Tani çfarë, bëjmë një brune me këto apo jo? Jo. Kunguj do t'i kaverdisim. I fillojmë dhe i bëjmë? Ti e di, si të dëshirosh ti. Unë do doja të lexoja vetëm pak recetat, sepse shpesh na e bëjnë këtë kritike dhe zonjat, që duhet t'i nxjerrim pak më shpesh dhe t'i lëm kohë t'i mbajnë shënim. Kështu që, shohim recetat në ekran. Dreka jon ka nisur me mish me presh e kumbulla të thanta, na duhen 600 gram mish, 1 kilogram presh, 1 qep, 2 domate, 1 lugë piper të kuj speci, 1 limon, 12 kumbulla të thata, vaj, krip, piper. Gjella ka nisur, sigurisht që ne do ta rifreskojmë her pas here procesin e punës dhe do ta përfundojmë derisa ju edhe ne ta kemi të shërbyer në një pjatë. Kungulleshka me kose e thëri me buke, 5 kunguj të njom, 2 feta bukë, 5 thelpinj hudhra, 3 lugë uthull, kos, vaj, krip, piper, kopër, nenexhik për servirje. Erza të freskëta për servirje. Dhe kryesanët që ne i kemi përgatitur, një pjesë për t'i vendosur në furrë dhe t'ja u tregojmë të përfunduar, apo sigurisht që do të bëjmë edhe realizimin e brumit në studio me këto përbërës: 500 gram miell, 320 ml ujë të vakët, 1 lugë maja buke, 1 lugë sheqer, 1 lugë krip, 150 gram gjalp dhe sheqer pudër. Kjo është receta e brioshëve që duhet ta mbani shënim, ta mësojmë edhe ta përgatisim edhe ne në shtëpi dhe ti kemi ashtu të freskët për t'i mbushur sipas dëshirës suaj, por duke qenë se janë me gjalp edhe ashtu mund të konsumohen.
Kati është koha për të shtuar ujin, ë? Po, është koha për të shtuar ujin dhe koha për të shtuar edhe kumbullat e thata. Pra do të hedhim kumbullat. Është si ai momenti që tani, nëse do të kishim kumbullat e thata, do të shtonim një lugë të supës uthull. Pra në këtë moment do t'ja hedhnim. Gjithashtu do t'i shtoj tani edhe në gjysëm lëng limoni. Okej. Në gjysëm të kokrës me lëngun e limonit. I shtojmë tenxheres dhe më pas do t'a lëmë. Si pjesa më e madhe e gatimeve me temperaturë të ullët, Kati? Po, patjetër, në temperaturë të ullët. Limoni tani, me aftësinë dhe ëmbëlsinë e kumbullave, do t'i japi një shije shumë të mirë dhe do t'a bëj të veçantë këtë recetë. Tani ujin e kemi të nxehtë. Mos mendoni se do hedhim ndonjë ujë kush e di. E rëndësishme është tani, pasi kemi hedhur ujin, gjithmonë temperatura. Edhe do t'a lëmë në këtë temperaturë të ullët, në mesatare të që them gjithmonë, edhe pse i hodhëm preshët brënda, edhe pse, me thëni, kemi gjitha këto, do t'ishte mirë në temperaturë të ullët për rreth një orë, do thuash me Katerina shumë kohë. Po, në një orë duhet që të bëhet të ngelet me lëngjet e veta, të zihet mishi preshët, edhe të bëhet një gjellë që nuk di se çfarë t'ju them, se sa e mirë dhe sa e shishme bëhet. Ja kështu, me kaq ujë, nuk do më tepër ujë. Ujë në masë të preshit, të mishit, edhe është gati tani për t'u pregatitur gjella. E lëmë e mbulojmë, kemi ullur temperaturën, unë e kam lënë tek treshi, faktikisht akoma dhe te dyshi mund t'a lëni për një orë dhe do t'a keni gati. Këto i them në bazë të duhet të dim edhe ato se si janë kuzhina, se cila ka pajisje që keni në shtëpi, nxehtësinë, temperaturën, kur janë të reja kanë më shumë fuqi, kur janë disa vite që përdoren. Zonjat i din se cili e një atë shtëpinë e vetë. Po marrë vetëm pak minuta Kati, para se të filloj me përgatitjen e 2 recetave të tjera. Sepse brioshët në recet kam produktet që ne kemi këtu në Tryezë dhe jo vetëm, në fakt edhe receta me kungë gjithashtu ka kosin. Kështu që le t'ju them pak se çfarë pazari kemi bërë ne për të ndërtuar këto receta dhe për të gatuar kështu në këndin e gatimit në Vila 24. Miellim për çdo përdorim apo jo? Do të përdorim tek realizimi i brioshëve. Ne si gjithmonë zgjedhim miellin Ola nga kompania Atlas, i shkëlqen gatimet tona dhe recetat tona, që nga mielli për çdo përdorim, mielli për pica, mielli i mistrit i bardhë, mielli i mistrit i verdhë, mielli integral, mielli bio, ka të paketimin një shil që bie në sy me një herë, mielli i ëmbëlsirave, i përgatitjes të kekrave, farinap një paketim 500 gramësh që është për një kek shumë të shpejt dhe ka brenda pluhurin fryrës, ka miellin pa diskutim, edhe aromën tuaj të preferuar që doni t'i jepni kekut, si portokall, çokoladë apo vanilje. Në të gjitha këto paketime, në të gjitha variantet që ju zgjidhni, cilësia brenda aty paketimit të miellit Ola është më i miri i mundshëm dhe ne këtë e tregojmë çdo ditë sa herë që gatuajmë, sepse duhet thënë ne përgjithsisht brumrat i kemi pjesë të traditës tonë dhe miellin e kemi aty gjithmonë në shtëpi, është një ndër produktet kryesore të rafteve tona në kuzhinë teksa gatuajmë. Ato brioshët që pam pak më parë, me një të verdhë veze, marrin shijen, marrin bukurinë, marrin shkëlqimin, mbahen të lidhur, siç themi veza është edhe një lidhës i mirë në kuzhinë, po ndër të tjera është dhe shumë e rëndësishme për të qenë pjesë e përditshme e regjimit tonë ushqimor dhe e vakteve tona. Veza O Vital, cilësi në 4 stin, është ajo që ne zgjedhim për të gatuar këtu, për të nisur ditën tonë dhe sigurisht për t'ia shtuar edhe recetave të gatimit. Do të doja të vijoja më tej me një tjetër produkt, po kaq të rëndësishëm, po këtë herë brenda frigoriferit, siç janë bulmetret, është qumshti kryesori. Nuk besoj se ka familje që nuk e nis ditën me një gotë qumësht, po gjithashtu për ta vijuar më tej edhe me një sër produktesh të tjera, si kosi, dhalla, kefiri, djathi i bardh, i lopës apo i deles, djathi kaçkavall, i grir apo në trajton e ti të pa përpunuar, në logon e lufrës vjen super i fresk.
e di që e zgjidhni, por doja thjesht ja u kujtoja që dhe ne gatuajmë dhe shijojmë njësoj si ju. E ndërkohë që në fund do të doja të përmendja gjithashtu salçiçet e preferuara tonat në Villa 24. Janë salçiçet Vudi, salçiçet e pulës, të cilat shijojnë po kaq shumë nga e gjithë familja, vinë në formën e tyre më të thjeshtë, por gjithashtu nëse nuk doni të shtoni asgjë tjetër asaj paninës suaj, mund të zgjidhni salçiçet Vudi që kanë edhe djathin e shkrirë brenda që e bëjnë akoma edhe më të plotësuar edhe më të shijshme. Na duhet kohë tani për të bërë recetën me kunguj dhe Kati nuk ndeti pa punë, se është e pamundur të rri pa punë. Recetën e radhës. Kungujt i lajmë, fillimisht dhe i lajmë kështu si që janë, domethënë. Pastaj me një thik do bëni këtë veprim. Pa. Kjo e gërvishim me qëllim që gjatë skuqjes, gjatë zjerjes, gjatë pjekjes, të ketë mundësi që të zjenë. Do me thënë, sepse shkëlqimi që ka jashtë pjesa e cipës së kungullit, nuk e lë kungullin që të, si thuash, të zihet, apo të piqet, apo dhe të skuqet. Kështu që është edhe kjo një lloj ashtu. Pastaj, e presim kështu në fetza. Doni ta bëni tek drasa, doni kështu shumë e thjeshtë, shikoj, kemi këta kungujt shumë të mirë, pa fara brenda, do të thënë ato, janë të njomë. Për këtë lloj recete janë shumë të mirë. Atëherë këto siç i kemi, do të ndezim manila atë sobën, do t'i vendosim me pak vaj, me pak krip, dhe do t'i lëm fillimisht kështu, pastaj do t'i mbulojmë me një kapak që ato nuk i duam që t'jenë të skuqura, sepse do të hedhim pak yndyrë, nuk do të hedhim shumë yndyrë, të jenë si thua të pjekura më tepër se sa të skuqura, sepse dua që të më lëshojnë ato lëngjet e tyre. Me ato lëngjen e pastaj do të bëjmë atë salsën që do të jetë me bukën, me tulin e bukës, me hudhra, me uthull, me vaj. Të bëjmë një përzierje dhe ashtu. Kam vetëm një pyetje, briosheve, sa kohë duhet të piqen? 20 me 25 minuta. Mos duhet t'i vendosim në furrë? Do t'i vendosim. Do t'i vendosim. Ato furrën e kam ndezur, unë e kam bërë gati. Jo, thash që deri në fund ti kemi dhënë mundësi t'i shohim edhe të pjekur dhe pastaj në pjesën e dytë të gatimit, siç bëjmë zakonisht, të përgatisim mbrumin. Jemi pothuajse duke gatuar paralelisht të gjitha recetat që lexuam tek ju. Se ndoshta po. Në duhet? Gjalpi po më dohet. Tani të nxjerrim brioshët dhe t'i vendosim në furrë. I vendosim në pjekje dhe pastaj të tregojmë mënyrën se si është bërë brumi, se si është dhënë forma dhe kam brumin tjetër që e kam bërë gati që të tregojmë domethënë se si duhet vepruar më mbrapa. Si gjithmonë Kati mendon për të gjitha momentet e gatimit që ju të mos i kemi gati ne tani këto për t'i vendosur në furrë. Në cilën nga furra do shkojmë, lart apo poshtë? Lart. Besoj janë në rregull u pan. Faleminderit Anila. Të lutem Kat. Po. Tani, kalojmë aty te pjesa e kungullit. Po. Të hedhim vajin. Edhe kripën. Kripën? Kam këtu. Aty e keme, po. Se thash ku e kam kripën. Do t'i lëmë, do me thënë që të bëhet kavërdisja e tyre. Të marim një lukë t'i të razojmë. Ashtu. Kaq. Janë të thjeshta si receta, por bëhen shumë të mira. Kjo lloj gatimi me kunguj të njohur, mund ta si thua ta bëjmë edhe për drekë, por mund ta bëjmë akoma edhe për darkë. Është bëhet shumë i mirë si gatim. Tani këtë me qenë se do ashtu, nuk e ditë, më mirë të fillojmë që të përgatisim brumin dhe të përgatisim brioshët, që të lëmë kohë dhe këtyre që të bëhen. Po mirë, ti e di. Sa kohë duhemi akoma që mos të nisim edhe të një shumë? Tani një informacion se sa kohë kemi, nga këj momente në vazhdim. Të nxjerr brumi. Kati kemi rreth 10 minuta kohë, kështu që është mjaftueshëm për të marrë me brioshët. Edhe brumin po kërkoje?
Se e kisha këtu e kishe, këtu. Po, fillimisht e kisha vënë ambient të ngrohtë. Se do ambient të ngrohtë që të vi. Se po nuk e vënë ambient të ngrohtë, nuk vjen ai. Edhe thash për pak na humbi brumi. Me gjetëm. Tani, në recet ju pat përbërësi dhe gramaturat përkatëse të secilës prej tyre. Bëjmë brumin dhe e lëm për të ardhur sa? Një orë. Duhet një orë që të vi, pastaj e heqim, e punojmë dhe i bëjmë briosh dhe do t'i lëm përsëri 20 me 25 minuta dhe 30 minuta që të vinë sërish edhe pastaj t'i vëm për të pjekur. Kemi një ndryshim të vogël. Ti nuk gjeje brumin, unë nuk llogarita mirë kohën. Kemi dhe 2 minuta kohë. Po mirë, atëherë s'ka problem. Le t'i nisim edhe t'i vidisim kur të vinë. Atëherë. Që mos t'i nisim tani kot. Mos t'i nisim? Le të na presin ambisat, sepse shumë e rëndësishme dhe mënyra do me thënë se si bëhen brioshët. Atëherë. Do hapet të ndahet 2 pjesë. Para se të ndahemi, shojmë dhe njëherë recetat dhe kur të kthehemi, me njëherë nga puna për të nisur brioshët, pra si do të përgatitet, si do të jepet forma edhe mbushja, sigurisht do të përfundojmë edhe recetën me kunguj të njohur me thërri me buke dhe gjellën me presh. Një sy të shpejtë recetave dhe ndahemi nga pjesa e parë. Mish me presh e kumbulla të thata, na duhen 600 gram mish, 1 kg presh, 1 qep, 2 domate, 1 lugë piper të kuj speci, 1 limon, 12 kumbulla të thata, vaj, krip edhe piper. Kungulleshka me kose e thërri me buke, na duhen 5 kunguj të njom, 2 feta buk, 5 thelpinj hudhra, 3 lugë uthull, na duhet kos, vaj, krip, piper, kopër nenexhik për servirje. Krosan me gjalp, 500 gram miell, 320 ml ujë të vakët, 1 lugë maja buke, 1 lugë sheqer, 1 lugë krip, 150 gram gjallë dhe sheqer pudër. Po, sheqeri është për... Pudër, për pudrosi. Për në fund. Po, e di që sheqeri... E di, ndoshta e dini, po. Kur në ndodhë që s'kemi sheqer plur në shtëpi, e grim. Po. E ke provuar të grish dhe... Në makinë grisë. Po, në makinë grisë. Me atë që grim perimet. Po. Në blender e themun. Në blender. Ja, i themi të gjitha format, i njohin zonja, të edhe blender e njohin dhe grishë e njohin. Demokraci ka bërë shumë mjete në kuzhinë, që ndoshta neve nuk i kemi, po ka zonja këtu, po ka zonja në shtëpitë e tyre që i kanë të kompletuara dhe kanë lloj-lloj. Por që me thënë të drejtën, unë jam tek ajo klasikja, do me thënë që pak gjëra në kuzhinë, do me thënë me këtë mund të përdorim shumë gjëra. Me atë rastin e dorëve mund të s'kanë. Nese, mos të bëjmë asë reklam, asë kundra reklam. Ne jemi të duar. Ne jemi me rende. Tani ndahemi pak. Ju presim këtu, ju mos të largoni. Katerina e unë jemi duke ju pritur. Jemi në studio, vazhdojmë të jemi në kuzhinë dhe me zdor po ju prisnim sepse duhet të nxjerrim brioshët. Brioshët, patjetër, sepse edhe... Dhe Kati po më thoshte, do na digje, Nanila, do na digje. Ja, po e disa të mirë ka ndalë. Shumë të mirë. I nxorëm të parë. Shkojmë pak. Do të tregojmë pastaj si do të bëjmë të dytë. Kështu që i marrim, i vendosim këtu. Kati, sa të mirë i ke bërë, të lumë shinduar. Faleminderit e dashur. Djegin vetë djegin. Djegin, goxha djegin. Po mund t'je li edhe, pa e të duhet tryeza e lirë, banaku i lirë. Më duhet tryeza, kështu që, Ftofi pak duart, sa të... Faleminderit. Tani e heqim të... Të shkëlqyer ka ndajsh, sa të mirë duken, edhe nga ekrani duken shumë mirë. Imaginoni pak me këtu që ndjem edhe aromën edhe janë të ngrohta. Pudrosin do të bëjmë në fund fare. Po, se janë të ngrohta. Të urim pak temperaturë. Jo thash për tavën, nuk s'ka problem, do të përdor për të vendosur të tjerë për të futur në furrë. S'ka nevojë. Po, nuk ka gjë, ajo me letër kuzhine, është briosh ka patur, briosh do vendosim. Tani si të bëjmë, të fillojmë të mbarojmë këtu apo të bëjmë, unë thash të mbaroj atë dhe pastaj të merrem me punën e brioshit. Si të duash.
E mbarojmë këtë, se brioshet vetëm me tregu mënyrën se si bëhet forma, si hapet edhe si do të bëhet forma. Atëherë të martë ashtu, sepse edhe kungujt, gjatë kohës që neve qëndruam, na janë bërë gati. Pra që do të thotë, neve i kemi pregatit këto, shikoni do më thënë se sa të mira janë bërë, i kemi, si të thuash, skuqura, pjekura, si mund t'i themi, me kapak, të mbuluara me kapak, në avujt e tyre. Edhe tani kemi gati këto, unë do t'i heq pjesën e kungujve. Do t'i hedhë këtu tek sa do me thënë të mundem, t'i heq pa lëngje, edhe këto lëngje do të më duen sepse do të pregatit atë salcën. Me hudër, me buk, me uthull, edhe në fund këtu do të shtojmë edhe kos. E hapim tani këto. Marim këto lëngjet këtu, edhe kalojmë në këtë pjesë. Nërkoj që edhe preshi po na bëhet gati. Sa doja të thoja, jemi duke gatuar edhe një gjellë me mish edhe me presh sot, një pjatë tipike e sezonit. Këtu kam hudra. Për masën që kam, unë janë mjaftueshëm 3 dhe janë goxha dhe të mëdhaja. Tani, gjithashtu do të hedhim edhe pjesën e tullit, nuk e hedhim pjesën e kores, që është e vërteta korja ka pak si hidhërim, si në qofte si kështu, nuk e hedhim, por e bëjmë kruton, nuk e hedhim poshtë, e thekim dhe konsumojmë, ose kështu si që është. Pa. Do edhim këtë. Do edhim uthull. 2 do edhum për masën që kam. Do të shtoj këto lëngjet e kungullit. Janë lëngje, do me thënë, nuk është vaj, janë dhe ujrat që kanë dalë. Të kungullit, po, sepse kungullit ka goxha ujë në përbërje. Do t'i shtoj edhe pak vaj ulliri. Edhe tani do t'i grim. Okej. Pra kështu po përgatisim salcën. Na ka humbur kapaku i grirjes. Kemi këtu. Kemi shumë. U bë. Është makina e fortë. Ka një gjë që shkon sot, Kati. Na humbë brumi, me zor gjim kapaku, me zor na apet makina grirëste. Mirë, lutem asilla të pjatën si që ke këtu. Kungullin? Po, kungullin. Që ta bëjmë gati e ta vendosim direkt. Se s'kemi shumë. Shiko, si u pësi papare buka. Shiko? Tamam si papare. Tani ashtë e më sipër. Por e di si është puna këtu, tani neve këtë, e kishim pak të ngrot atë pjesën e lëngut të kungullit. Të ta lëmë do me thënë që të naftohet. Është më mirë. Na del me shkrifët. Po aromën e hudrës e ka marë. Pra, buk, hudrë, si mund të them tani unë këtë si një lloj taratori me kungull. Unë atë po mendoja, se shpesh po taratorin besoj zonjat e bëjnë edhe me kungull të skuqur, me kastravec, me hudra, me pak kopër, me patogjane, shkon gjithashtu të pjekur kosti. Po këto të bukës nuk e dija. Kështu që do duhet ta provoj. Heq pak lëng, nuk është se e hedh atë. Do hedh edhe kosi. Edhe një pjatë e shëndetshme duket, Kati, jo? Po, shumë e shëndetshme. Sa e kënë shkëndonje? Ti hedhin dhe pak vaj ulliri, se pa vaj ulliri... E do edhe pak, po. Nuk pëhet. Edhe te kunguj, do me thënë vaj ulliri të freskët, edhe këtu, edhe që të hani. Shumë e lezetshme kjo receta, dhe shumë e thjesht. E thjesht, po shumë e shishme, me thënë të drejtën, edhe kungullit i jep një tjetër shije, me atë bukën e grirë, me hudhër, me uthull, me këto gjëra. Kopra vasaj i jep shumë shije në momentin, nga shumë mund të përdorim dhe në energjik, dhe në energjiku i shkon, por madje kopra është një qik më qëndron më mirë të pjesa e kungullit. Po, e vërtet, shkon me kungullin, shkon me hudrat, shkon me kostin.
Kungulleshka me kose thërime buke, është kjo receta që sapo kemi përfunduar. Shumë pak kohë do për të gatuar, pra po skuqen kungujt, pjesa tjetër e ndërtimit të saj do 3 minuta në total, kështu që mund të jetë një vakt i shpejt dreke, kur ktheheni nga puna dhe s'keni bërë asgjë, dhe pse jo, edhe për mbrëmje do të shkonte fare mirë. Se të ndërpres fjalë, shiko si është. Po. Si është ai kosur, gjella jo. Shiko. Nuk e di si duket në ekran, por neve këtena duket mirë. Shumë mirë duket në ekran. Të tëfton të hapor ekse. Është, do me thënë, si themi ne, ai kosur. Edhe preshët janë bërë mirë. Sepse kemi bërë me temperaturë të ullët. Sekreti i gjellërave, i gatimeve, që e përsërisim shumë shpesh. Cilësia e produkteve ushqimore dhe temperatura e ullët janë dy faktor kryesor për të nxjerrë një pjatë të shishme, të shëndetshme. E vërtet. Ta mbyllim dhe një herë kameramanit, sepse do përfundoj pjesën. Do ta shohim në pjatë përsëri, kështu që... Në fund. Tani, fillojmë edhe për punën e kësaj, se më duhet... E bëm brumin. Si do t'i bëjmë këto brioshët? Si do t'ja japim formën? Ja, do t'ja japim shumë kollaj. Kapaku nuk na duhet, ishte i kungujve. Po, kërkoj gëshërët, po. Ja, ku i kemi aty poshtë? Bravo, i kam. Edhe thash të gjitha i pas kam humbë sot. Jo, dalin pak e vones, por dalin. Ashtu, ky brumi në është bërë shumë i mirë. Të hapim atë mielën e misrit, e mielën e grurit. Mielin për çdo përdorim. Për çdo përdorim. Ja, Anila. Më falë se të bëra pak të mesën. Ska gjë, se kemi këtu. Ska gjë. Hajde. Se më duhet pak mielë këtu. Fillimisht, është ajo që se më pak me duar. S'ka nevojë të punohet direkt, e ndajmë në 2 pjesë. Një pjesë do të hapë këtu si për tek pjesa e... Tani e morëm kështu, s'po mundet ta bënim edhe në... Te dresa. Po. Edhe një këtu. E hapim. Edhe bëjmë një petë të rumbullakët. Një heshtje madhe. Duam të të shohim me shumë vëmendje, Kati. Ta nkrem edhe një herë, edhe bëhet edhe pak më e madhe, sepse është e vogël kjo. Tani me rulin do të ndihmojmë që të hapet këto anët e plota. Japim një rumbullakosi pak. Ta lëm pak të qëndrorit dhe të hapim edhe këtë këtu. Okej. Sa briosh bëjmë ne me këtë petën që hapëm? Ja, sa bërëm aty, Anila? Pse njësoj është? Më dika goxha? Po. Ja, të hapim. Aty kemi 8. 8 dalin. 4 me njërën, 4 me tjetrën. 8 do dalin. Okej. Okej. Edhe një herë do të punojmë se... Sepse brioshi do të paloset. Do të paloset, që nuk duhet të dali pak i shkrifët.
I keme gjithë drasa, e drasa e Kati. Kjo ta bëjmë. Na ndihmon kjo na e sjell trumbullakët. Po, të ndihmon për formën, e vërtet. Për formën. Ja të japim formën e duhur. Po, këtë duham të shohim tani se brumin e kuptuam, po. Ja se dhe pak u bë tani u bë. S'ka që. Ja ka që. Okej. Tani tjetërën do të vëm gjalpin dhe pastaj do t'i gjalpin. Po, ta japun Kati. O, faleminderit. S'ka që tani këto me duar bëhen. Me duar të bëhen, okej. Po. Nuk bëhen me... Ndaj, gjalpina duhet temperatura ambienti, i bje? Pa tjetër që duhet. S'ka që se po presim këtë. Brioche me gjalp. Prandaj janë me gjalp, sepse ne do t'i mbushim brenda. Okej, po kështu këto edhe pa gjë fare... Po prandaj janë me gjalp, se pa gjë fare, prandaj thashun me gjalp. Ndërsa do t'i bëj me gjëra të tjera, nuk ka nevojë ka gjalp. Po, e kuptoj. E kupton, prandaj tham brioche me gjalp. Edhe tani duhet që gjalpi të jetë në temperaturë të ambientit, sepse duhet të hapet. Ndryshe nuk hapet. Po vendoset peta tjetër sipër. Sipër e saj? Po. S'pas kam kuptuar gjë deri tani. Prit se do. Mendova se do bëja atë variantin. Edhe nëse s'ka problema Nila se hapet këtu sipër. Po do hapet këtu sipër ajo. Mendova se do bëja atë variantin 3 këndësh që prihet e prandaj s'po e kuptoja si do të bëhej lidhja. Okej, mirë. Ja. Ndaj Kati sjell recetat në mënyrën e saj. Kështu. Bëjnë shumë kollaj, shumë kollaj. Më shiko tani këtu. Një pet lartë, një pet poshtë, gjalp në mes. Dhe i bëjmë këto anët kështu. Që të kemi një lloj. Tani thash për punën e djathit ose që t'i bëni akoma edhe më të mira, që të vëni, domethënë, qoftë në një lloj marmalate, në një lloj çokolate, në një gjë tjetër, të afrojmë këtu tani. Ja. Erdhi forma e duhur. Shi pak duar këtu. Ndërkohë të mendojmë që kemi 5 minuta kohë. Këtë kërkoja se thash ku i kam këto. Ja si bëj tani. Njarë në mes. Kryq. Si picë. Ndajmë si një picë. Kështu bëhen dhe brioshët. Një pra deri tek forma 3 këndës. Sa dolën? 8. Atere. Kam pak djath atje Nila të hapur? Të bëjmë një 2 me djath. Kemi i kaçkavall të grirë. Të duhet kaçkavall të hapur ja kemi këto. Kaçkavall, s'ka gjë. Okej. Me që e kemi. Edhe marim këtë tavën me që dhe e kemi. Do me thënë, vëm një lukë. Për ta kapur. Mund t'i bëni me djath të bardhë, mund t'i bëni me djath kaçkavall, mund t'i bëni me reçel, mund t'i bëni me çokoladë të shkrirë, mund t'i bëni... Do bëni një 3, të tjera do t'i lëmë ashtu si që janë, se s'ka nevoj. Pa, le të bëjmë pra edhe një variant të kripur. Tani, thash, kush do vë çokoladë, vë ndonjë gjë tjetër. Kemi një çik çokoladë atje, por nuk po vëm tani çokoladë. Nuk e di. Me një të verdh veze o vital, do t'i lyejmë nga sipër, kështu? Po. Ajo është mbushur me gjallë poshtë. Mos i shikoni kështu të vegjël, se në momentin që do i lëm, ato do rrisin vëllimin, do me thënë do vinë prap brumi. Pra ne i japim formën, i mbushim nëse duam edhe i lëm përsëri që të vinë. Pastaj i pjekim, nuk i fusim direkt në furrë. Jo, duhet të qëndrojnë të vinë ato tani, të rrisin volumin. To të tjera do t'i bëj kështu, shqeto. E hapim pak ashtu brumin, edhe i bëjmë kështu. Ja në këtë mënyrë. Mund të hap një pak kështu, brumin, edhe në këta mënyrë. Ja. Shkiti pak vezë. S'ka gjë. Jo, s'ka që jo. Unë madhe. Brapun.
Dhe por shkiti, s'ka asë një problem. E hapni një qikë shumë, dhe me thënë që të zmadhojnë, dhe i kapni këto anash, i ja kështu. Hop, edhe u ba. Pastaj brioshët nuk është e kanë atë formën. E bëni formën, vetëm të ndoseni, të hapin do me të këtë, që ta kena të opa në këtë mënyrë. Dhe kanë format e brioshit. Faleminderit tani, la të lumshin duart. Tani. Ato do t'i mbulojmë me një membran guzhine, me pecet pastaj mbrapa, dhe i lëm në qetësi që të vinë, për një 25-30 minuta, po do ambient të ngrohtë. E kujtojmë edhe njerë pjekjen, e thamë në pjesën e parë, por për ju që po në ndishti vetëm tani, për 20 minuta thamë? Po, 20-25 minuta duan që të bëjnë gati, aqë neve sa dolëm në pushim? Shumë shpejt u bën shpejt gati. Pushim i madh. Tani. Okej. Që është e vërteta, ne tani do t'i lëmë. Ja, shikoni, edhe njerë. Ishin kaq dhe u bën aq. Po. Se na u bën aq, po do bëjnë akoma edhe më aq, nëse do t'i lëni për 25 minuta të qëndrojnë, më 25-30 minuta, ne nuk i lëmë një 10-15 minuta, rrisin më shumë volumin, edhe bën edhe më të shkrifta nëse i lëmë që të vinë për 25-30 minuta, në temperaturë të ambientit të ngrohtë. Ti lëmë neve këtu një lëmë. Jo, nuk do i fustim. Tani do... Se gjyna se di... Jo, ne do t'i pjekim tamam. Doja të thoja që shtojmë gjellën në pjatë, e tregojmë edhe gjellën me presh të përfunduar, i shtojmë brioshëve edhe plurin e sheqerit nga sipër, edhe besoj se jemi në rregull. Si thua ti Kati? Po, për brumin se të reguam gjanëm, po brumin e kemi bërë kaq herë. Po, tani, në recetën e pam. Po, dhe nuk është në një gjë brumi, sepse kemi të reguar, jo, s'ka asë një sekret. Thash, që mund të bëjnë me qumësht, ose dhe me... S'kemi më kohë edhe të duam. Nena ikon koha këtu. Me gjitha të mendoj që më e rëndësishme ishte pjesa e mbushjes, e palosjes, së brioshëve, e pjekjes, sepse... Brum, kur thot Kati, kemi bëraj shpesh dhe ndaj ju kujtojmë shumë shpesh edhe YouTube-in, kanalet tona zyrtare në YouTube, News 24 dhe Villa 24, që mund të ti hap një herë pasere, edhe aty keni receta nga më të ndryshmet, brum të bërë për buk, për byreqe, për petulla, për briosh. Sa të bukura dolën këto? Pritë se më mbeti një këtu brënda bosh. Ja kështu si flok të bore. Kati, për sa bukur dollën? Si Anila ime. Tamam. A ke bukur sa? Si Anila ime dollën këtu. Shumë të bukura. Po pëse kjo s'doli bukur kjo? E a thua mua ti tani. Gjellë për merak. Ndoj një kur zbëhet, unë kuptojmë në fytyrë. Nuk më pëlqenë, do me do në mënyra dhe Dhe Kati thot mund të ishte. Por sot i tregoj me qef, shikoni të farë pjatash. Edhe mishi dhe preshi zier ashtu si që duhet, me këto kumbullat, me atë shien e limonit, me këtë... E pasaj shiko këtë. Edhe ajo më pëlqenë shumë që është e vërtetë do të aprovoj këtë me bukë. Shumë e mirë, shumë e shishme bëhet, do më kujtoni, pregatisni ju në shtëpia tuaja, sepse vërtet do na falenderoni dhe do na thoni Katerina të lumshin duart. Ande nga shtëpia, ndërsa neve do t'ju themi juve, nëse do t'i bëni, ju lumshin duart, nëse i bëni dhe t'i keni në tryezat tuaj familjare. Dhe të lumshin duart, o Kati. Ditë mbarë të kesh, nesër jemi këtu për sëri. Gjithashtu edhe për ty zemë. Faleminderit. Miropafshim nga ana ime, kalofshim një ditë bukur në vijim dhe miru takofshim me recetat e radhës. Miropafshim, ju dua shumë. Faleminderit për ato komente që ne diskutojmë me njëra tjetër. I lexojmë të gjitha që ta dini. Kështu që faleminderit për të gjitha komentet tuaja. Publicitet kemi tani.